Përshëndetje dhe mirë se erdhët te Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Joana. Dhe unë jam Marku. Si gjithmonë kena për te kamerave producentin e Oda Podcast, Elvisin. Sa ndër për ju dashur shikues, kena ne jo vetëm që të kena në Oda Podcast, por dhe për ju, profesor doktor Pashku Camaj, një intelektual shqiptar këtu në Amerikë, gjithashtu një patriot, ka disa veti të mira këtu në komunitetin shqiptar për shumë vite, por gjatë emisionit do t'i transmetojmë, do t'i napim ato mëritat dhe veprimet e tij që i ka marrë me detaje. Pra dhe një herë i urojmë mirë se ardhin profesor doktor Pashku Camaj. Mirë se keni ardhur. Mirë se u zej në Odën Shkodrane. Mirë se u zej, kënaqësi e veçantë jam. Mirë se erdhe. Edhe kena zakon kur e hapim me pyet si keni gju për Odën, ku e pave Odën? Unë në Facebook, natyrisht ne jemi në një botë virtuale që tash gjithçka ndodh në Facebook, në social media, dhe unë ju kam pa disa herë dhe shpesh herë i shoh nga një pjesë të vogël, duke shikuar në Facebook çka po ndodh, se na gjithë botën e shikoj çka po ndodh dhe ku po ndodh. Dhe her pas here dëgjoj një zëm të dashtën që del një diskutim dy zonja, një burr kështu dukshëm, edhe ma kap veshi, sepse çdo herë që e ndëgjoj atë zonin e familjarëve të mi të Shkodrës. Unë kom pas një lidhje të veçantë me Shkodrën, kam një dajle 2 teze kom pas atje, kanë familjarët atje, dhe herën e parë që i kam njoft në vitin 84, ishte po kjo bisedë, kjo mënyrë të folunit të Shkodrës që më kam jetë në zemër. Edhe kur ndëgjoj Odën, kur ndëgjoj ata, edhe pikërisht kjo nostalgjia. Po, ajo më ka ngrem së pari, natyrisht ju keni një program shumë të shikueshëm, një program shumë të mirë, më pëlqen spontaniteti juaj, dhe kjo më ka tërheq. Domethënë përmes Facebookut dhe me kënaqësi më të madhe jam pikërisht sot me ju. Për ne është nerë me të pas këtu, dhe ku ka më bukur se profesor doktor Pashku Camaj ulton prej New Yorkut edhe është pjesë e Odës tonë. E ka thirrë zoni Shkodran. Ku ka më bukur. Sa më mirë, sa më bukur. Është faleminderit edhe herë prej të tonëve që erdhe te Oda jon. Po, fillimisht pasi përmenem zonin Shkodran, unë kam një luratë për ju nga shtëpia botuese unë ofri, një libër të Agim Velaj që merret me këngën popullore shkodrane. Se kam dëgjuar se ju keni kënduar një kohë dhe këndoni. Dhe keni zonë të mrekullueshëm dhe këtu janë të gjitha këngët popullore shkodrane që i keni luratë. Dhe kjo është për ju që do të shikonin, kam dhe një libër para të flasë. Kënga popullore shkodrane, shumë faleminderit. E ka se jena në Shkodër, edhe ku ka më bukur Shkodër Locën. Tesh veç do të më fillu me i knuna tesh këta këngë. Veç mos më pyetni mua me knua, ata mos më pyetni asnjë. Jo, e fillu me tamam si e fillojnë dikur i kanë fillu bisedat me i fije humor se me thyat e akulli, por kena një që përveç karrierës tonë të jashtëzakonshme, dona me fillu i herë në fakt prej fillimit, mandena dona me diftu se ku ke arrit, sepse jemi të vërtet për me kënë krenar, me të thonë që është shqiptar që ka një rrugë aq të gjatë, po të mushun me arritje, suksese, po me shumë mundime. Në vërtet. Ku me janis. Bëlqeva ajo që ajo suksesi, më rregullueshëm, por unë çdo herë mundohem edhe kur kam si programi juaj një bisedë, mundohem që të jap një figurë të një njerit të thjeshtë, të rëndom që jam. Modestinë mundohem ta kam pjesë të jetës, por ka herë duhet me dalë nga modestia. Nuk është puna se nuk je modest, puna është se duen tonë për me e ditë, sepse këto jena na, edhe është një rrugë e fortë, një rrugë me shumë mundime, se na kena marri fije, kena bëj pak hile, se na ka diftu një 2 gjana, por është krim që mos me e ditë bota, sepse na me të vërtet kena shqiptar që janë kudo, po kur tham kudo, aty ku sta merr mendja, aty jena na. Dhe është gjëna, por
Plus që gjithmonë thojmë që duhet me nis me të kalumen, se kalumja është pjesa më e rëndësishme e identitetit ton, kështu që duhet me fillu me të kalumen dhe mund është thjesht aty kur erdhe në Amerikë ose sepse ndoshta me fillu prej fillimit duhet me bë misionin gjershtor. Por me copa të vogla janë disa gjëra që është me të vërtetë shumë njerëz e kanë kalu, se na kena ndoshta edhe mi krahasu një dy gjëra që ti ke prek, por është bukur për million ton. Po shiko, jeta ime, natyrisht unë vin nga shqiptarët e Malit të Zi, që na ka ndalë liçeni me Shkodrën dhe gjithmonë me një dashuri të veçantë që koshim për të liçeni, duke di çka nolla tej. Dhe ne kishim dëgjuar gjithmonë për Shkodrën, por fillimi i jetës në Amerikë për mua ka qenë jo aq me pampanc, jo me gëzim të madh. Kom marrë në Amerikë në bagazh të veture amerikane mbyllur me motrën time binjake në vitin 85, janë sa vite tash, 41 vit. Dhe hyjera në Amerikë ka qenë një farë sikurse hollywoodiane. Nëse shikon të merret, unë edhe sot kësaj dite e kam panik prej mbylljes së bagazhit kur më kanë në vend të mbyllur ose të ngushtë. Se ne në Amerikë kemi hyrë me motrën time binjake mbyllur në bagazh të një veture amerikane të madhe. Ishte e madhe vetura, por megjithatë e mbyllur. Për bagazhi 2 vet keni kanë? 3 dhe një shok tjetër. Okay. Ishim 3 veta në Sardinë në veturë dhe kaluajmë kufinin nga Tijuana në San Diego. Pastaj në vunë në një veturë tjetër, por aty jo në bagazh, por në sedilin e mbrapsme dhe na bluan me bjele, mos me na pakush. Batanie, po mos dukemi sepse natyrisht ajo zona kufitare ndoshta me përndjet kush, dhe erdhëm në Kaliforni fillimisht, pastaj në avion dhe fill në Michigan, dhe kjo është pikrisht në Michigan e njësi vendin tim, Detroitin në Hamtramck, kem ardhur fillimisht është kanë diele mas dite, sikur sot, në 2 diçka mas dite kem ardhur në Metro Airport, pastaj erdhëm në Hamtramck te motrat e vllau. Dhe aty ke fillu jetën, jo me lehtësi, por lehtë, por me punë, me angazhime, si të ri, si një numër i madh emigrantësh që kemë ardhur në kërkimin e ëndrrës amerikane. Unë pastaj shkrova një libër, Porosia e Kullës, në të cilin e shkruaj këto përkujtime, por kthehem më tepër të kaluara, se thatë Manjola fole për të kaluarën, sepse e kaluara shpeshherë na definon kush jemi sot, ku kemi arrit. Unë sot e kësaj dite në çdo gjë që punoj, edhe tash jam tash burr 60, mos t'i tregoj vitet. Tregojmë atë, kena sekret, nuk i diftojmë atë. Moshat, Ashtë numër, nuk tregojnë, jo. Dhe edhe sot e kësaj dite, çdo gjë që bëj mundohem me vu me një farë filterit të babës. Domethënë, ai kishte aprovua baba im këtë. Ai ishte kanë rregull me këtë çfarë babaj. Me këtë një punë ose një bisedë ose një angazhim timin. Dhe gjithmonë mundohem me ruaj se ai na ka formuar, jo, domethënë e kaluara na ka formuar kush jemi sot. Dhe pikrisht për mua e kam pas rëndësi që këto t'i vënë në shkrim për gjeneratat që vijnë. Unë i qes ato për arsye jo për mua, por dikush të gjej veten ato, dhe fatmirësisht thom se çdo njeri që ka lexuar edhe Porosit, as flasim për këtë tjetër, por domethënë libri ju i parë, Porosia e Kullës. Porosia e Kullës. Po. Dhe në ata e tregoj një jetë të një emigranti shqiptar që vjen në Amerikë, por me një vujtje shpirtërore që ka, që unë e kam përjetuar, dhe besoj që shumica e atyre që kanë ardhur të rritur, unë kam qenë 20 vjeçar kur kam ardhur, që kanë pa një ëndër me jetuar në vendin e vet, me realizuar jetën atje. Dhe ndërprejmë gjithçka dhe vim në Amerikë dhe fillojmë nga 9-0, se 0 ishte kanë mirë, por 9-0. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve e bajnë një pyetje kam me vetin, një breng ta quaj, a ke bëm kat? Pyetje që ndoshta a kem gabuar, sepse dikush e definon pyetjen, nuk është kanë gabim, se gabim në aspektin ekonomik na kem bën arritje ëndra që mund t'i përshkruajmë kurrë atje që kem arrit këtu. Por a kem bëm kat ndaj babës së gjyshit, tërgjyshin, unë e di në atë kullën time nga vi kem pas 16 gjenerata që kanë jetuar po në të njëjtën kull. Dhe unë një ditë me diell me motrën time largohem për gjithmonë. Fëmija e mia në Amerikan, fëmija ty në akome edhe ma tepër Amerikan, dhe unë kam pas një mendim që duhet t'u lëm diçka në shkrim atyre që vinë pas. Në minimum të dinë se kush janë,
ku kanë orizinë, ku kanë trumë, prej ka vinë. Dhe unë aty e përshuaj një malsi, gjithë Shqiptaria për mua, se për ne malsi ishte bota jonë, dhe përmes atyre reflektimeve, rrëfimeve që i bajt të jetës ime, ja u tregoj fëmijëve tanë të dinë se kush janë. Dhe kjo është kënë dhe pyetja që e përzizin e fund, nuk ishte mkat, por është një peshë që një vujtje shpirtërore për ata që largohen nga vendi vet. Po se. Vujtje, po, por ti nuk re dakord vetëm aq. Ja. Sepse deshe me dhon një zë, për me arrit me shkru një libër, ke punu fort. E vërtet. Edhe nuk është se ke ardhë edhe ke lënë arrita në Amerika dhe kaq. Ke vazhdu studimet. Ke arrit ke marrë doktorat. Pra, ke ardhë në zero edhe ke hyp këto. Amerika është vend unik, që është edhe në libre përcaktoj këtë, që është për ne shqiptarëve është vendi besoj maj bekuar në drejtim, sepse Amerika të jep ato mundësi. Natyrisht se varet shumë edhe nga personi. Po, se kush do me luftu, kush do me luftu. Kush do më shumë, kush do më atë. Unë po t'ja u tregoj një ditë time të aktivitetet të punës ime kur isha 25-26 vjeçare, ndoshta mahnitesh. Se ndoshta kisha 3 orë, njën mëngjes, janë mesditë, njën mramje. Dhe mes atyre orëve gjithnini e kisha edhe punën. Më ka ndodhur 100 herë me ndrua teshat të shkoj në shkollë duke graveturën. Ishe në dritat kuqe, me në dritat kuqe me hiq qaketën, ose mu rrua me këtë punë, me hangër më së flasim. Më thonë, këto sakrificat e shumëta që janë, por Amerika t'i jep këtë mundësi. Dhe kjo është një rëndësishme që ta cekim se kjo është unike amerikane, një ëndër amerikane. Por me gjithë realizimin e gjitha këtyre ëndrave, disësi gjithmonë e kam njihet vetin se kam një borxh, një obligim ndaj atyre para me, që kanë vujt me gjenerata, dhe se kanë shu, aty kanë met, bota atyre ka qenë aty. Unë jam munduar me librin tim më lan jetë atyre. Por duke lan jetë atyre, mu të regulle këtyne që vinë se kush jem. Por sakrificat janë shumëta, unë disa që shumë që kanë lexuar librin, me thonë, bile njëri nga India, me shkruan dhe një ditë një mesazh, ke gjithë kontaktin se kem në website, në më thotë, unë jam të nga India dhe kom lexuar librin Porosia e Kullës. Porosia e Kullës, se më thonë në anglisht është Dreaming from the Trunk of an American Car. Edhe thotë, e kom pa vetën time në librit tanë. E kom përjetua jetën time në stories tua. Dhe më thonë, një satisfakcion kur dikush në kontinent tjetër. Dhe më thonë, është e përkthime edhe? Jo, ajo është dhe fakt librat unë i kom shkruar anglisht së parë. Anglisht, okay, s'pari. Dhe pastaj përkthen Onufrin në gjuhën shqipe me shumë bukur, se sidomos me fëmijët tonë këto, pavarësisht se mundohna mi jam mësu shqipen, a shumë ma kollaj që fëmija me lexu librin në anglisht, kështu që këto të dy librat janë edhe në anglisht në fillim, pastaj ki përkthy në shqip. Por me tituj tjetër, sepse disa vele më kanë kritikuar, thonë pse dy tituj, pse dy. Unë kur shrova është e vështirë me pas një kuptim në të dy gjuhë, mund të përkthehet gërm për gërm. Unë për shembull për Porosinë e Kullës, kur e bëm me përkthimin në biseda me shtëpinë botuese Onufri, që ata janë ekspertat e fushës. Ja u çova titullin që kishim në shqip, në anglisht, dhe më thot pronari Bujar Hudri, që është një njeri jashtëzakonshëm, një njeri arritur i pronari i shtëpisë botuese Onufri, më thot titulli për shqip nuk e ka efektin, dhe duhet ta gjejmë një titull tjetër. Dhe fola me vllahun tim Nikola, që është shumë pjesë e rëndësishme e librit, dhe ai bani shqipimin e këtij, dhe e gjetëm një dilemë në libër që është thelbësore. Dhe kjo dilema është, babën tim e vrasin komunistat Jugoslav në vitin 45, e marrin nga shtëpia dhe pushkatojnë, si kanë ndodhur shumë raste fatkeqësisht në atë kohë, dhe një ndër brengat më të mëdha babai tim ka kanë në jetën e tij që ma difton mua dhe kam në libër, është se s'ka pas mundësi ta mbron babën. Dhe më tha, vine ja marrin babën e vet, me 3 vllazën janë dhe s'mund ta mbrojnë babën, se po të bashin rezistencë se ishte shtëpia rrethuar me 5 ushtar, me mitraleza, me pushk, dhe ata do t'i vrisnin me vullnet, me shkundazën. Dhe gjyshi në ato momente është një dilemë e madhe në Kull. Dhe gjyshi ju thot, asesi me marrë rezistencë, ata kanë ardhur për mua, unë do shkoj dhe thot, s'do në më mbrave, çdo në me pyet diçka. Për mja hik. Marakon. Por ata din. Dhe gjyshi e din se ku duan me çuar. Por ai dorëzohet, shkon tek vrasit dhe u thot familjes, se thot Kulla duhet të jetojë
kulla duhet të jetojë të burra. Edhe pikrisht ajo del titulli Porosia e kullës nga ajo pjesë e librit që kulla nganjëherë duhet të jetojë, sepse nëse shumë shembe të kulla, nëse njerëzit nuk janë, domethënë ai ka kënë si amaneti i gjyshit që kulla të jetojë, se duhet jetojë për kullën, jo kulla për njerëz, por njerëzit të jetojnë për kullën. Dhe kjo është për këtë unë jam mirënjohës për shtëpinë botuese që erdhën me këtë titull, sa është me të vërtet është tepër domethënës, edhe është esenca e librit, është ajo bashkëporosia e kullës që ka mbëllon në shpirt. Shumë titull i fuqishëm, shumë domethënë. Ndërsa anglisht ai s'ka një kuptim të Jo, të domethënë përkthehet njësoj, e hupat e kuptimin pak po ta përkthejshë në Ky ishte libri i parë, por dona me marrë se na alas kena hi kërkun me ju diftu në historinë e ti, por para se me fillu atë historinë, dona me diftu për librin e dytë, Brenga. Fjalë shumë e fort. Si i pari të dy këta titujt i gjetë qëllum, kur i dhënë. Edhe, ku mund të gjejmë i këtë libër pa me dasht me ble? Këtë libër, Porosinë e kullës dhe një 8.000 tjerë libra, mund t'i gjeni sot në alblibris.al, dhe duhet t'ju diftoj edhe shikuesve tuaj nëse është hera e parë, bile me thot Bujar Hudri, është diçka kolumbiane, sikurse Kolumbia që zbulon Amerikën, ne kemi zbuluar diçka që kanë një mungesë e madhe. Ne nga Shqipëria importojmë birrën, djathtin, kafen, ushqime, groshet e tona i shef në përdyqane, rregjela. Gjitha ushqimet që prodhohen në Shqipëri, në botën shqiptare, mund t'i gjesh në dyqane këtu. Por një libër shqiptare nuk mund t'a gjesh, do të rrugosh në Tiranë ose Prishtinë, ta merresh një valixhe, ta merresh 5 libra, 10 libra dhe t'i bjesh këtu. Dhe kjo është hera e parë, ne kemi prunë një kontingjent, kemi me vazhdu, kemi vetëm fillimi i librave që ata i kanë vlerësuar më cilësor, më të mirë, dhe i kemi prunë në një qendër në New Jersey, ku kem vendin librarin fizike, ku janë librat, depozitum, dhe tani përmes alblibris.al ju shkoni kushdo që intereson, me 2-3 klikime e porosit një librin, Porosinë e kullës, Brangen, Martin Samaj, Ismail Kadaren, dhe gjithë shkrimtarët më të mirë shqiptar. Bestsellers? Dhe gjithë librat më cilësor, i kemi, edhe do e shtojmë në të ardhmen, por aty me një klikim edhe çka është e rëndësishme që të din, çmimin janë parafërsisht sigur se edhe në Shqipëri, me pak ndryshime të vogla, dhe më thani një libër që kushton në Tiranë $15 ose €15, këto $22-3, dhe më thani çmim parafërsisht shumë modest. Futun edhe shipping, dhe më thani transporti, është i futun aqmi. Plus se ne përdorim Amazoni, UPS, si kurse dhe Amazoni, dhe libri ju vjen në shtëpi në 4-5 ditësh. Dhe libri ka një rëndësi të veçantë, libri fizik, se libri ka dy, e thot këtë edhe Bujar Hudri, do të marrë si hua tanje, se libri ka dy gjëra të rëndësishme, ka pjesën shpirtërore, po edhe lendën. Do të thonë libër fizik që ta bukuron edhe biblioteka, por është edhe shpirti i librit që është çdo shkrimtar që shkruan një libër e ka shpirtin e vet, e ka derdhat, atë emocionet e veta në atë libër, dhe aty janë. Çdo libër ka, domethënë ka të dy lidhje, nëse ai që lexon librin, natyrisht me shpresë se gjithë lexojnë libra, edhe shikuesit lexojnë për ditë më shumë, sepse është libri është diçka e veçantë. Na kena kopi fije, domethënë ka rropa ka leximi, se s'mundën na me thonë që lexoj. Ka pak kjo interneti, ka domethënë edhe ka rast sepse jo çdo njeri që shkruan libër, ka herë nuk është njësoj si me lexu një libër të mirë fill, se një libër tjetër. Por edhe ato kanë marrë mundimin me vuat jetën e tyre, eksperiencën e tyre, por nuk e di a din që edhe Marku këto shkruan, nuk shkruan libra, por edhe Markun e kena kështu, e ka delin. Në fakt, Marku shumë dhe më thani thonë që pse Mark me tan këta, pse Marku më shumë shkruan edhe poezi. Duke se ka pamjen e poetit Marku. Poetit i pak rebelizëm, natyrisht. Kështu që, ja. Unë me dalë pak për i tenë që va flet Gjona, Zotit Samaj, në të kena pa që ki marrë pjesa në për studio tjera në Shqipni, në Kosovë, në Malzi, dhe ki përfaqësu vetin me dignitet. Por të Oda Podcast na kena theksu që në fillim, që na do na me pru këto,
shembuj, jo vetëm të suksesshëm nga ana e biznesit dhe nga ana e intelektit, edhe kjo është shumë e rëndësishme, por që unë e shoh më të rëndësishme është lidhjen dhe rrajt që i majmë s'ka rëndësi sa vite kalojnë, sa dekada kalojnë, me vendin tonë, me vendinjen tonë, me të partë tonë. Si që the edhe ti në fillim, njeriu po nuk njofti kalumen, nuk do njefisht as armën as vetveten. Pra edhe me dal pak prej modestisë tane që e the, sepse njeriu normal për veten nuk mundet me fol me tema me statuse ose me tituj. Ju jeni edhe sekretari përgjithshëm i shoqatës atletare Vatra, që është një kisha më thënë, është vetmja shoqat qysh në kohën e Fanolit dhe të Kunic, që nuk ka marrë asnjëherë pushim për çështjet kombëtare, sa herë që ja kanë në rrezik Shqipënia, Kosova, apo dhe shqiptarët e Maliziku kanë pas nevojat e veta. Pra, kjo që bani ju, për te jetës tuj personale, që drejtoni, dhe më thënë, jeni edhe profesor në universitet, keni jetën tuj, ju merr një kohë, harxhoni energji që barabar të nipni kontributin tuj për Shqipërinë, për Malinezi dhe për Kosovën, pra për gjithë shqiptarët kujt që janë. Edhe unë gjithmonë i bëj thirrje rinisë të marrin shembuj nga këto njerëz që vinë të Ojta Podcast, sepse sot ata janë 3, po ata i kanë një rrugë ndoshta një profesioni ose një rrugë të shkollës, por kur mos e harrojnë, nga kanë ardhur, kur mos e harrojnë rrajt që i kena nga trojet tona shqiptare, sepse ashtu jetojmë më bukur. Është ju thatë shumë bukur dhe kjo gjithë është në misionin e Vatrës, që nga fillimi formimi i saj po bën 114 vite me Nolin e me Kunicën, dhe ne jo vetëm se e majmë gjallë, se me mbaj gjallë nuk është allasi shumë punë e marrë, por punohet. Natyrisht që mundohemi gjithë herë të jemi magnet tërheqës për këta që janë këtu shqiptarë, sepse kemi nevojë. Ne nuk jem tu për trijes, ne që merremi me këto për çdo ditë, e shohim nevojën e realitetit, e shohim realitetin që ndodh. Kjo asimilimi është një realitet. Nuk është, e kem pa historikisht, ne kem pa në Boston me shqiptarët që themeluan Vatrën, dhe tani sot i kemi 3-4 gjenerata pas, jam thot me origjinë shqiptar, po edhe ajo do të ndodh edhe me kam frikë edhe me ne të tjerëve. Po tu mundu më shumë, do të ketë marrë rezultat si të shtimi. Kjo është në thelbin e Vatrës, që mundohemi të ruajmë, jo vetëm të flasim për diçka si të historitë të kaluar, sepse është shumë lehtë flitet për të kaluarën, por është me mësuar nga e kaluara dhe me lanë një mundësi që atyre që e gjajnë veten, sepse unë e shoh edhe në bisedime edhe me studentë. Unë jam shpeshherë me studentë edhe shqiptar, jam fatlum që kam studentë edhe shqiptar kur ligjeroj, dhe herë pas here të shoh një mungesë se nuk e kanë një lidhje, nuk din me gjetë veten. Din se janë shqiptar, din se janë amerikan, pe kanë një farë konfliktit, çka duhet të bëj unë si shqiptar amerikan. Dhe Vatra, Federata Vatra, sigurisht edhe shumë shoqata tjera, por Vatra në veçanti duhet ta luajnë atë rol që të ofrojnë atyre një mundësi që të gjejnë veten në Vatrë. Nuk është edhe thanën që të flasin shqipen sikurse e kanë folë Noli Kunica ose ju këtu në Shkodrës për të flasin llosion, po. Por me rëndësi është që të gjejnë veten si shqiptar, edhe si amerikan, natyrisht, se Federata Vatra është federat pan-shqiptare e shqiptarëve të Amerikës. Kuptohet. Dhe kjo është në misionin tonë, dhe për këtë ne bëjmë vepra, për këtë ne mundohemi, për këtë kjo është, jo se po duhem ne me marr dekorata, të gjitha këto bën nga shpenzimet personale, por kjo është një satisfaksion një jashtëzakonshëm. Unë një kënaqësi të veçantë, ushqim shpirtëror. Sikurse është edhe libri, unë kur shkruaj librin, tash të kthejmë ndoshta pak edhe te libri. Jo, patjetër. Por i mundohem që të jap jetë diçka që ka nevojë të kuptohet se çka ka ndodhur. Historia është e veçantë, duhet të thallë Joana, se historia nëse nuk na mëson
atër nuk ka vlerë. Historia do të mësojnë, se mësojnë për historisë, që nisë mos ta përsërisim gabimet, por të dim se ku vim, se po se dim e kaluarën, nuk dim ku jemi nesër. Absolutisht. Dhe pikërisht për këto janë vlerat e aktiviteteve që ban Vatra, aktiviteteve shoqërore që bajmë këtu në komunitetin këtu në Michigan, që keni një gjallësi të veçantë, është me të vërtet një komunitet shumë vital. Është jam shumë mirënjohës e më kënaqur me këto aktivitete që bën tek qendrat shqiptare, këtu edhe fetare, që i mbajnë gjallë këto lidhje, jo vetëm gjallë, shumë shoqata, shumë organizata. Jo vetëm në një relik si histori, por janë gjalla, janë aktive. Kjo është një gjë e mirë. Kjo na gëzon më tepër dhe për këtë një vjen unë si nevojë të shkruaj, sepse ndoshta dikush ka mbledhur shqip ose anglisht, kam me zgjidh diçka vetë. Unë kur shkruaj për Brangen, tha Manjola është një fjalë ran, në malësi e kem përdor këtë, bile fola me motrën time këtu ne kam në Michigan, si e vizitoj shpesh, e kem thënë kur kem dashur me nem dikon. Kem thënë rafte Branga. Branga, po në çka është e Branga, e tash e kuptoj, se Branga është një fjalë e veçantë, është diçka nuk të vret. Po ama të lol, të zgjedh, të trajnon. Vret ka dole, është zekja më e keqe se kur i kam thënë ma fut plumb bombit edhe kryen punë. Ndërsa ajo Branga për ditë, domethënë pak e ka pak kantiteti, ja, që të më ka dalë. Kjo është edhe ajo fjala që nuk përkthehet anglisht. Pikërisht fjala Branga. Po, se ne duhet ta shtazojmë për audiencën se në anglisht libri del kësaj jave, do të jetë në Amazon, Barnes & Noble, në këto platformat ku blen librat, dhe është me titull tjetër. E ka When Eagles Cry. Anglisht, më thonë, kur Shqiponia. Dhe ajo për këtë lexuesin amerikan ka një domethënë veçantë. Shqiponia është edhe amerikane sa edhe shqiptare, në Shqiponin e kemi dy krenare, po edhe amerikanët kanë Shqiponin. Po kanë dhe po shpend, domethënë është një simbol i Amerikës, po edhe joni natyrisht kjo janë një gjë e mirë. Dhe kur fola përsëri me bujarin, me shtëpinë botuese, për ne shqiptarëve kur janë Shqiponia të llëskani tepër nuk e lidhet me temën. So, erdhëm me fjalën Branga, sepse kur të lexoni librin, kur keni me kuptuar se janë dy persona, dy jetë njerëzish. Dhe te dy kanë një brang të veçantë. Njëri e ka brangen pasi e fiton lirinë, e ka brangen sepse e din se ka kalon mrapa dhe ata që i kalon mrapa vujnë. Ndërsa ky tjetri, personi që unë kam, se njëri është person real, ndërsa ky tjetri është fiktiv që kam krijuar Markun nga i balla e Fukës. Të dy janë origjinë nga i balla, i ndan jeta, i dan halli pas luftës dytë botërore, komunistat fitojnë në Shqipëri dhe fillon ajo të merri i popullit shqiptar për 40 vite të komunizmit, që besoj pak kush e ka përjetuar mazi se populli ynë. E ju e keni disa dhe ja keni pipa kuin. Dhe dy jeta që ndahen, Tonini që është një person real që jeton në Amerikë, vjen me 4 motra dhe një vlla, kalojnë kufirin, është rrugtimi i tyre prej i Ballës deri në Itali, është një odisej, është një rrugtim i veçantë. Dhe kur të lexoni keni me pa ato vujtje të tyre edhe shpirtërore dhe vujtje edhe fizike që kalojnë me nga Shqipëria vetëm me pas mundësi që të dalin në liri. Dhe ky ndër vite që arrit ëndrrën amerikane në realitet, Tonini është një person real që ka arrit jetën në ëndrrën amerikane, po gjithë jetën kur kam biseduar me ta dhe kur kam filluar me trajtuar se do ta kam pjesë të librit, e kam përjetuar një vëllimje që ai ka një brang. Edhe çka është ai brang, do të pash kam gjithnjë kam një vetin keq se gjithë këto vite më ka ranuar diçka se kam menduar se ikja ime ka shkaktuar vujtjen e dikujt tjetër atje, që ka është e vërtetë, domethënë është reale, jo, nuk. Dhe unë pikërisht për këtë krijova një person fiktiv, Markun, shoku i Toninit, moshatar, një skok, një mosh, me qëllim që mos të jetë vetëm një Mark, sepse Marku në librin tim janë shumë. Bile Visargjiti, që vëtot parathonjen e librit, poeti dalluar i mrekullueshëm në Chicago, e ban parathonjen dhe thot, unë e gjej, Marku jam unë, thot. Në librin të jam Marku unë, po sa janë Marka Shqipërisë në kohë. Dhe janë dy branga. Tash Marku, që për lexuesin ta kuptojnë,
Marku e kapin komunistat dhe e trajtojnë si kandijata, në të merret në gulagun e të merreve në tortura, duke filluar në spaqet në burrel 28 vite. Dhe ai në ato torturat e tij në burg, në spaq, në ato vujtjet shpirtërore kur e rrahin, kur ai e urren Toninin. Edhe bindet se është faj Toninit, pse po kalon. Po. Edhe por ndërkohë fillon të kuptoj, lexon për me është aty një prift ortodoks nga Korça me emrin Petro, pak e orienton me shikua botën pak ndryshe dhe me disa ta shikon edhe ai e sheh se është mëkati më i madh i tij, i Markut, me gjithë vujtjet është vujtje më e madhe, mëkati më i madh i tij se urrën Toninin. Thotë si thotë unë urrej ata që ka ai. Çka ka bërë Tonini? Dhe Marku kur e kryen këtë merrin, ka fiction natyrisht, e shkruan një letër kur bjen fillimi i ramjes komunizmit në Shqipëri në vitet 89-90, ja shkruan një letër përmes një mikut, sigurisht se edhe gjysh se duan për. Edhe ja çon në New York Toninit. E thot Tonin duhet me të pa, se mundi me i kalu këtë jetë pa me të pa, sepse kam nevojë me urfyje, se kam katnuar ndaj teje, se të kam urryje, të kam nën, të kam truat, se ti e kanë prangajme, dhe i thot duhet me të pa, gjithsesi duhet me të pa. Dhe Tonini e merr letrën, e vjen letra në New York, në Tonini natyrisht e ka i hapet dhe nesër shkon në merr biletën 2-3 ditë pas në Shqipëri. Edhe drejt shkon në Iballë, dhe takohen në Iballë. Dhe aty bëhen bashk Marku Tonini pas 30 e sa viteve, dhe qëllimi i librit, qëllimi i historit tim është që edhe vujtjet më të mëdha, të merrim më i madh që ka mujt të jetoj shpirti shqiptar, që ka vujt në komunizmin, është një grim dritë. Marku bile thot, flasën për Marku, ke të menuat në ty, e kom di se liri, që ke fitu e lirin, më ka lanë me besu se ka liri, edhe më ka lanë, edhe më të merën më të malë, këmë thonë, ndasht, se s'paku dikush, një shpres, një gjelbrim, më ke mësua, ikja jote më ka lanë shpres se ka jetë dikon, se ka gjelbrim, se ka erë, se nuk ka yje, ka gjitha këto. Si thojmë na ajo shpresa vdes e fundit. Edhe kjo është, edhe pikrisht, gjithë tema e librit është rekoncilimi i të dim se edhe në vujtën më të mëdha, edhe në të merret, edhe të gjitha, të jenë pjesë e historisë, të mësohet për ato, por jo nuk e shuaj librin për revanshizëm. Marku nuk don të revanshohet, Marku don ta përqafon Toninin mbi gjitha. Se e din sepse të dyja anë kanë kënd pafajshme. Kanë kënd thjesht prej atij sistemi të tillë që ka kënd në Shqipëri. Dhe sistemi duhet të kuptojmë, natyrisht njerëzit janë sistemi, por duhet ta kuptojmë si marr unë, natyrisht unë jam pak edhe i distancuar nga Shqipëria, se s'kam jetuar kurrë në Shqipërinë londineze të atyre kufive, me gjithse besoj që e kualifikohem se ka ken më mirë nga tjetër. Ne thojmë gjithmonë, ne nuk na kanë nda kur kufit. Absolutisht. Ne kemi thash më parë, ne çdo herë kur e kom pa lisenin dhe e disha se në Matan i kem dajën e tezët, i kem kushrit, i kem diçka e pa imagjinueshme në atë botën tonë, por megjithatë libri të vetëm mesazhi i librit nuk është më thonë që të pa një revanshizëm, por është që të kuptohet se të mësojmë nga keqja, të mësojmë nga ai të merr, të dim se kush ka shkaktuar, të dihet qartë, nuk ka aty kush ishte viktima dhe kush ishte ai që bani problemin, hallin, që solli hallin, dihet qartë. Por mos të lëm të kaluarën. Sepse historia hum vetëm kur nuk kujtohet. Duhet kujtohet, por duhet kujtohet në mënyrë që të mësojmë nga ajo dhe që të dim se kush ka qenë shkaktuesi i fajit, por të mos na definojnë ajo të ardhmen tonë. Në fund të dim sa është histori, por të shohim nesër, shohim atë mundësinë që të kalojmë këtë një plagë rënë për komin shqiptar. Për popullin që ka një plagë jashtëzakonshme. Sigur e thema përpara, ka shumë që janë personazhi i Markut në libër dhe ka shumë që janë personazhi i Toninit. Që njerëzit e gjejnë veten aty. Edhe nëse na personalisht nuk e kena kalu ndoshta me pjesëtar ton të familjes.
Kështu që edhe pse ndoshta s'kena kanë vetë pjesa e saj e ndim vedin pjesë librit. Po familjar tu më sa di unë se mësova. Po gjyshi jem domethënë ka pak a shumë njëjtën histori, edhe gjyshi jem këtë histori po është Tonini, edhe nana jame që ka është Marko. John Gjeni është Tonini. Po, edhe janë mija tjerë që janë si Tonini, po janë me mi Marka që janë po tjetër, që e kanë vujt a gjallë. Që tu të sama në gdumë një nërë pra e, po unë e bajka e. Se më vjeni me njëm edhe në gdumë e hup. Po, dhe shta me thanë që po hi me ba levdata, se levdata ta nuk kanë vlerë, po unë e kam që me i thanë ku janë, si me thanë, ku vinë për me i thanë. Jo jeni a i shemulli që shqiptarët kur nuk janë da, pavarësisht se Evropa në ka da në 5 shtete, me kufi, shqiptarët në kena kur ndamë. Pra nëna ju, keni shkruar dhe këtë libër, e i keni marrë personazhet nga Puka, sepse në Koransi, a i nga Puka, a i nga Hoti, a nga Gruda, a nga Gjirokastra, a nga Firi, a nga Korça, a nga Prishtina, jena tanë shqiptarë, kena tanë një gjak, kena tanë një zemër, një dashni për vendin tonë, dhe edhe herë, jo me të levdu, por ju jeni shembull që njerëzit, kur flasin për diasporën e Amerikës, napin disa mendime, napin disa vërtytet njerëzve që kanë vdek, por kena njerëz gjallë sot në diasporën e Amerikës që bajnë të njëjtën punë që ka bërë dikur Fajkonica, ka bërë dikur Fanoli, ndoshta në një shkallë tjetër, në një kohë tjetër, por çdo njeri që sadopak shkruan libër, mundohet, kënon, kujton historinë, sadopak për vendin e vet, për mendimin tim, ai është një njeri patriot që ka nevojë shumë komi shqiptar sot për patriota, sidomos për ne që jena jashtë. Faleminderit. Unë vetëm deshta se unë për plotësua tash ka thot, unë kur s'kam jetuar në Iballë, as në Puk. Por ta premtoj se duke shkruar librin, duke u koncentruar dhe bile me Google Map, ku shkuar dhe i kompari, më në me zmalua, dhe unë me duket se kam jetuar aty, ashtu marr emocion. Me duket se kam jetuar aty. E kam me emocion. Edhe unë e di ku janë ato cepat, ku janë kështenjat e Iballës. Dhe tash dikush më thot, nga kam filluar me besoj se kam qenë në Iballë. Sigurisht se Tonini më thot kam filluar me besoj se Marko është real, është një person i vërtetë. Dhe kjo është vlera shkrimit. Dhe unë në Puk, në Iballë, në Mërtur, atë pjesë i kam në libër, i përjetoj sikur se majsin time, sikur se vendin tim ku kam linë. Me gjithë se thave, na jem gjithë shqiptar, jem gjithë të një gjaku. Kufit janë vija në letër, që si kemë caktuar na. I kanë caktuar tjertë. Dhe ndoshta ato kufi, ne duhet të bëjmë që të jenë vetëm vija në letër. Edhe fatmirësisht, duke u falë... E kena të regu, herë masirë, shqiptar. Besoj që kem arrit në këto vitet e fundit. Dhe gjitha këto, Shqipëria ka probleme, Kosova ka probleme, gjitha këto janë pjesë e administrimit politik, por kur shikojmë situatën shqiptare, në përgjithësi kur në historinë e shqiptarisë, situata shqiptare ka qenë më mirë. Por natyrisht që mune me shumë më mirë, ajo është edhe... Ka me për kritika, për përmirësime, natyrisht. Patën në rëprej, kisha dasht me thonë, me gjveton, pra për me dasht me lexu një roman, fantastik, me një histori të vërtet, histori ka kena ardhna, histori jo që ka nëllë sot, por që ka nëllë para 40 vjetëve të shkisha thonë, edhe me e kuptu se që kanë hek prej mend një tonin këtu edhe një mark atje, që tankin e ken ka një tonin e ka një mark, merreni këtë libër se ja vlen. Nuk do zhgënjeheni. Brenga. Doktor Pashko Camaj. Me të përgëzu gjithashtu, sepse sikur e the, ju nuk jeni prej Shqipnijet, nuk e keni përjetu ato gjana, edhe e keni përshkru maq emocion, edhe sikur tamam të keni kalu këtë histori vetë, edhe ta keni pa këtë histori. Që të përgëzojmë për a gjallë. Sikur e the kishe mujt me zgjell ndoshta edhe diçka tjetër, po ke zgjell pikërisht këtë gjallë sepse e ke ni se populli shqiptar, sidomos gjatë atij sistemit, ka kenë një anër e këthy me një realitet shumë të tmerrshëm. Dhe healer dhe faleminderit tash, me të vërtetë ajo mua më jep një
kur i ndëgjoj fjalë si këto, kur i ndëgjoj njerëz që janë tanat meritume. Më çojnë një mesazh në shkrimtar s'po jap emër se ndoshta s'po dua por ma kishte shkruar një mesazh para 2-3 ditësh dhe lexova thot librin tënd dhe thot përmes këtyre dy personazheve, Markut dhe Toninit, ke përshkruar një histori të tërë të një të llimshme të popullit shqiptar të Shqipërisë dhe një vujtje të jashtëzakonshme dhe me përgëzon natyrisht, por jam lënë lexuesve ta vlerësojnë. Por ndeshta gjithashtu me të përgëzuar dhe për Shqipen shumë perfekte. Apo? Shiko. Sepse kjo are 20 vjeç në Amerikë. Kam kritika nga njerëz. Një disa, do më lanë me emna. Bile dhe kur flasim në vatër edhe vaj, kem disa pashku s'din më rëshqip, pa s'din duke se Ne herë ti na kuptoj. Ja, unë lëndaj që keni Shqipe shumë të bukur. Shumë bukur të pastër të Pashko, një në dokumentat më të vjetrat gjuhës shqipe, është mesazhi i Gjan Buzukut, që paka shumë është njëta gjuhë që flasim unë e ditë. Kështu që na flasim gjuhën shqipe shumë mirë. Kam një ka ndryshuar tjerë, ne kemi bërë origjinale. Na kena marrë temelet, vërtet. Çfarë ti një ka vu tjera kush? Kam një dy pyetje të shkurta, edhe që dojnë edhe përgjigje të shkurt. E para është kur keni nisë me shkru? Po më nëjë libra, për me shkru gërmas? Ja, kam fjallën me shkru, nërë të ke shkru dhe poezi, ose libra, ose të regjime. Unë do me urfyet, aman si ashte nevojshme. Unë kom ba punim shkencor dhe kom shkru stacionin tim, dhe është naturisht në anglisht, dhe deshta me thonë që dhe punimin shkencorin mundohem i banë e kom banë Kosovë, me Universitetin Kolumbia, pa aty lidhe gjithmonë me vendin tim me tokat tona, dhe kem bën një punim shkencor të jashtëzakonshëm me Universitetin Kolumbia në efektin e plumbit në Mitrovic, plumbit zerore që shkrin metalin, dhe shumë toksik për shëndetin, dhe kem pa efektet e tyre ndërkohë. Kem bën një studim disa vjeçar, dhe ai ka kanë punimi im aty marrun kredit, se unë ishaj që punu në Kolumbinë, aty binda me ardhë në Kosovë. Dhe a i ka qenë fillim shkrimet e para, por unë shkrimi i parë ka qenë, unë fillova porosili kull në anglisht, dhe fillova vetëm si një diftim për fëmijët e mi, sepse njeva nevojën të thomë se kush jam unë. Normal. Me njo, në fakt, vllau im Nikola më thotë se kur e përkthej Shqip, thotë, unë të njoha përmes librit e lonë, Shumë e bukur. Edhe fillova më fort si një rrëfim, rrëfim për gjanat që prap e mendoj na shqiptarët e kem një gjan, kem pas historikisht një fatkesi se kanë shkruar tjerë për ne. Nuk e shkruajnë vetë. Dhe kur shkruajnë tjerë, ne dim se si shkruajnë si duan ata. Mirë, që herë falsifikojnë si u intereson atyre. Dhe është mirë për me i shkruaj gjanat me i lanë në letër. Sepse nëse nuk shkruhet, nuk dia ka ndodhur. Dhe porosia e kullash është libri i parë, as se marr me poezi, as me proza, është libri i parë që kam shkruar dhe jam shumë fatlum se ka pas një jehon mjaft të mirë në botën. Turaj sukses, edhe uroj që antarë të shkruash në libër tjetër, sepse mund më ndaj kur nis me shkruaj një libër të bëhet vesh më mëna. Bëhet mikrob. Kam zgjedhur një profesion të ri tash në pension. Shumë bukur. E dyta ishte shumë njerëz në diasporë të njohin personalisht, të njohin arritjet tuaja, të njohin pozicionin tënd, por për publiku se na kena një publik gjan, sidomos kena qef me lidh emigracionin, emigrantat, se fatkeqësisht na emigrantat jetojnë më shumë jashtë trojeve tona, se sa na shqiptarë jetojnë më shumë jashtë trojeve tona se në trojet tona. Derisa me ditë pak karrierën tënde profesionale që ki pasur në Amerikë, në New York dhe New Jersey ku sot jetoni. Po tash prapë do të më dal pak nga modestia, por unë tash kam filluar jetën si gjithë shumica këtu me punë fizike. Në universitet kam qenë 28 vjeçar kur fillova semestrin e parë. Domethënë më kanë 28 vjeçar. Gati 29 në fakt. Dhe s'kam ndaluar deri që kam marrë titullin doktor shkencash në Universitetin Kolumbia, ndërkohë duke marrë familjen, natyrisht për krahja e familjes, sigurisht gjitha këto, por kompania energji jashtëzakonshme që më ka shtyr dhe me finalizimin e studimeve jam funksionuar në shtetin e New Yorkut në vitin 99 si në nivelet fillestare, specialist i niveleve të ulta në firmën ku jam edhe pensionuar,
për 26 vite ku punua, por aty falëll e arritjeve shkencore akademike, më shta avancullë karriera dhe kom arrit që të jam dhe vice president në Departamentin e Shëndetit Publik për agjencinë që merret për transportin publik të gjithë New Yorkut, shtetit New Yorkut që ka 60.000 punëtorë. Nga ajo pozitë kom dalë pension dhe kom pas mundësi punoj edhe pak, por disesi kom zgjedh një dashni të veçantë për me shkruar dhe duke se baja hile punës dhe nuk mund ati baj të dyja njëkohësisht. Dhe kom zgjedh shkrimin edhe të jap ligjërues ka pak në universitet që maj. Domethënë kjo është profesioni me çka pagojnë billat. Fitoj lekët. Ndërsa këto aktivitetet me vatrën, këto janë diçka që janë shpirtërore që me shpresë do të vazhdojmë me përkushtim jashtëzakonshëm. Kemi lëku vendin që na pret në fund të prillit. Pra këto janë këto arritje, nuk e di, dikujt i duken shumë, dikujt i duken nuk e di, por veç pak nuk më janë. Ja, janë disa gjëra që ka herë me thënë vërtetën, duhet me qenë sinqert, ka herë kur i shikoj arritjet, prap do të më dal nga modestia, por e pickoj vetin është reale, sepse me të vërtet, por duhet me lënë kredit natyrisht për krahasë pas nga familja, por edhe këtij vendi që me të vërtet të jep mundësinë me arrit këto gjëra, sepse nëse ti ke këto ingredient, i ke shpirtnisht, i ke në vetin, edhe ajo të nimon pak, madheni edhe arritën, por vetet gjithmonë individi, personi, sa shtym vetin, sa duhem me, unë kom nejsh, këto arritje nuk kanë nollë për mes një kohë, një javë, një muaj, por një përkushtim me vite, me dekada, edhe jam fatlum, jam mirënjohës Perëndis, jam mirënjohës familjes, jam mirënjohës i gjithë aty rrethi që më ka për krah, më ka mbajt, më ka lënë edhe një farë mënyre gjithmonë kur e shes se dikush ta din për nder ose ta vlerëson sakrifisën e të jep edhe më tepër motivim për me bëjë. Dhe kjo ka qenë mua për mua motivim. Atë që kisha thonë, ose atë që vunë e ri, se nuk është se kam njoft më përpara, dhe qysh se ke ardhë ke folë me një dashnit papame për familjen. Dhe kurioziteti sonte, me qëtanë, është se na jena këto 4 vetë, por të tanë jena motër e vlla, edhe motër e vlla. Kjo diftan se jena një familje edhe kena një dashni të madhe. Edhe ata që vinë këtu, është ajo bukuria se edhe ata që vinë na bin dashni të madhe. Edhe ti duke dhe gjenë dashurinë këtu. Është e gjenë këtu në sot sa më zakonisht kur kena të ftuar këtu në studio të Oda, Manjola Gjona më lajnë fond. Se më bëjnë fletë shumë. Më lajnë këtej se thojnë ti fletë shumë, na marrë shumë kohë, banë shumë pyetje. Të shëndesh dha një pyetje tjetër. Me që jena në muajin shkurt, jena në muajin e pavarësisë të Kosovës, që është një nga datat më historike të kombit shqiptar, dhe si ndrojet tona shqiptare dhe këtu në diasporë e festojmë, e kujtojmë me shumë nërem, sidomos luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës UÇK-s, por pyetja ime është të kenë se jeni pjesë, jo vetëm pjesë e diasporës, por keni edhe një pozicion në sekretari përgjithshëm në Vatra, dhe e di shumë mirë në atë kohë kur kanë luftën në Kosovë që Vatra ka bërë një punë jashtëzakonshme për të komunikuar jo vetëm nga ana politike, por edhe nga ana financiare dhe në shumë segmente tjera. A ka mundësi me na pru nga jeta jote personale në ngjarje, në histori të vogël për atë kohë? Për të dëgjuesit që kena na bërë. Vetëm një se s'po duam natyrisht Vatra punën që ka bërë, veprimtarinë e saj që ka bërë që nga formimi i Shqipërisë. Në fakt besoj që Vatra është ajo që e krijoi edhe shteti shqiptar. Ashtu kam bindjen me aktivitetet e saj. Por unë në atë kohë si isha antar i Vatrës në vitet 98-99, por më kujtohet natyrisht ishim antar i komunitetit e pjesëtarë në protesta në këto kudo që mundemi.
por në atë kohë u bën një fundraiser për me ndihmuar me blet armë në Kosovë, sepse ishte fillimi i UÇK ishte dalë në dritë dhe kishte nevojë për armë. Dhe më kujtohet një farë natyrisht edhe çka nolli aty sa mellan, sa parë të mellan. Dhe biseduam. Unë nuk kisha, as sot nuk jam i parëve, por thash e pyeta njërin aty sa ban një automatik. Se i gjenin sa ban një pushk, një armë. E thanë $700-800. Thëm, okej, do bëjnë $800. Edhe si thash, $800 i kom lanë ati aktivistë, se paku t'ja blej një pushk, që ta përdorën dikush në lirimin e Kosovës. E ka qenë një kontribut as sa modest edhe lidhje shpirtërore dhe ajo... Kontributi duke simbolik, po me thënë drejten është një kontribut shumë i madh, sepse kur gjërat bëhen me zemër e me shpirt, i kalojnë tana kufit e financës dhe të materialeve. Por si që the, edhe ti u mlodhen shumë nime në atë kohë për shtetin e Kosovës, për shtetin, po për ushtrinë e Kosovës, edhe New Yorku ka një shembull të jashtëzakonshme, kanë shku, jo vetëm që kam lall fonde monetare, por kanë shku edhe njerëz djem të ri, kanë shku ka luftu batalioni Atlantiku në ndryshim. Po, me batalioni Atlantiku, kanë shku nga Michigani, kanë shku nga New Yorku dhe në shtete tjera. Dhe edhe herë me që jenë në muajin e pavarësisë, si urojmë Kosovës pavarësinë gjithë shqiptarëve në përbot. Vërtet. Urojmë pavarësia e Kosovës dhe o Zot, inshallah brez mas brezi Kosova ka me kanë shtet i fortë. Edhe një ditë bëna Kosovë, Shqipëri. Shqipëri etnike, si që kena tonë andar në Shqipëri. Naturale, ashtu se ashtë, ase malë, ase vogë. Naturale, ase në takoni, zona ma shumë. Ase du mas më të malë, ase po jesa, sa në ka falë zoti. Po, ma shumë, të shpe e larë në vajzë, i vijeze këta. Ja, ti nga prejta dhe fjallin i qëndërti. Duke, unë e marrë duke në folë shumë. Në falë, ti jenë regull, ti jenë unë jam i hotit kërë i rëndësishme është që ti i ftumë, ty të takon, përse unë e të proj fija. Ja, shumë në regull. Jo, me të aman me të vërtet, na e kena shiju shumë këtë bised. Dhe është knatësi që në odën tonë, kena, se shqiptarët jena tanë të mirë, por që kena shqiptarë tjilë, si ju, që me të vërtet kërnohëna me ju. Që të falenderojmë edhe herë që ki kenë pjesë e odës tonë. Faleminderit për gjitha, unë prapë po thëmë, kom pas shumë për biseda në ekrane të ndryshme, por disesi kjo sonte më duket diçka ma e afër zemrës time, nuk e di pse, ndoshta Marko, por por me sinqeritet e them, jemi me të vërtet një odë ku ka dashuri, ku ka atletarizëm, ku ka patriotizëm dhe ju uroj që ta vazhdoni këtë punë, mos ndaloni sepse kjo është keni një mision të veçantë, kjo do të ju mbaj. Po na shqiptarët ka i bëjmë disa gjana dhe pa kuptu. Por shqiptari ka disa gjana në gen. E njënër ato gjanat që pavaon sande, që ndoshta nuk i boni shumë përshtypje, as ju, që e prut, pas ne që e morme, na nuk shkojmë dikun pa gjandor. Pa këmë përshesh. Pra, ti e ke menu, gjanë vogël. Po, a shumë e male, e ke menu, ke thënë, unë jam shqiptar, jam të shku të vlazit e modët e mi shqiptar, dhe shkojmë me përshesh. Edhe herë shumë faleminderit për përsheshin. Kja komendaj në archivat e odës, sepse kena disa përsheshin që ne kam bërë tjetë. Faleminderit shumë për jeshtë. Të shtoni dhe porosit dhe keni një komplet. Po, pa tjetër. Në thonë gjithmonë që na do në me kenë një pjesë, një ur lilëse për shqiptarët e diasporës, ja veç këto në Michigan. Edhe si kur e thotë dhe jo, aja që nështë në banë pak më nërshë është e rahatia, që kur na kena ata misafirët këtë në odën tonë, që gjenë, e rahatia edhe me një dashnin. Edhe jena gjithmonë të motivum për asaj shprejes në të rejës, që edhe nësë muna me ba gjonat maja, o gjonat vogla me dashnit male. Kështë që kja është aja që ne na simbolizon si oda. Edhe është më tej për ti një provë e kësaj gjajet, sepse prej atje erdhe në ndërove në këtë odën tonë shkodrane, shqiptare, malsore, të në dhojet e traditave na jena këto.
janë ata zemrat e ton rrethinave në përbot që bashkona. Faleminderit. Por shpresojmë që do na vesh prap. Sepse na të presim për me libër tjetër. Unë kam zgjetur udën. Kështu që kur i thonë derën e ketë hapur, edhe me të vërtet na u kënaq shpirti me këto historinat kaq të vërteta, kaq reale, si të shkrume, si të thonuna, njëna ma bukur se tjetra. Edhe për na bën edhe më shumë kërfimi jot me zimë prit që me lexu librin. Na ke fut edhe ne sonde në atë botën e librit, kështu që me zi presim që me bledhe me lexu dhe as nuk diskutohet. Faleminderit shumë, me të vërtet. Ishte një kënaqësi e veçantë për mua. Faleminderit nga zemra. Faleminderit për jush, por zoti Pashko. Zakonisht çdo i ftuam këto, sidomos shqiptar që kanë një farë arritje jo vetëm intelektuale, por siç e thash edhe patriotike. Unë gjithmonë kam pas qef me komuniku me rinin, sepse rinia ka nevojë me marrë shembull dikon, rinia ka nevojë me një prej moshës tonë, pra kisha pas qef një mesazh për rinin shqiptare në diasporën e Amerikës, por gjithashtu kudo që janë në Evropë edhe në vende tjera. Çfarë mesazhi kishim i dhanë që si rinia jonë tjetë e lidhur me vendlinjen, tjetë e lidhur me gjuhën shqipe, me flamurin, me kulturën shqiptare. Unë mund të flas për ata shumë gjatë, por një mesazh i thjesht që të jenë ata çka janë, të jenë original, të jenë të kënaqur me ata çka duan. Domethënë gjithmonë chase your dreams, por duke e ditur i rranjosur, sikurse në librin që kam kështenjat atje në e ballën e Pukës ose në Malsi, të jenë rranjosur me origjinën, me vendin e vet, të jenë amerikan të ndershëm, të jenë të integruar në këtë vend të mrekullueshëm, të bekuar për ne shqiptarëve, por kur mos të harrojnë origjinën, kur mos të harrojnë se na lidh diçka specifike, diçka që na bën nder, na bën shqiptar, dhe duke qenë edhe shqiptar të mirë, është akoma edhe amerikan të mirë, besoj që ky është një mesazh, edhe të afrohemi me njëri tjetrin, të komunikojmë, të jemi rurlidh siç jeni programi juaj, sepse vetëm kështu e garantojmë mundësinë që të rinjtë tanë të gjejnë veten e vet edhe në këtë vend gjigant me mundësina botërore, me gjitha të dinë se kush janë, të dinë se kanë një trung atje të lidhur me rrënjët në trullin shqiptar. Faleminderit. Pra, fatkeqësisht kam shumë siklet me thonë këtë fjalin, por minutazhit i erdhi fundi me shumë dëshirë me të pas prap në studion ton, edhe faleminderit shumë prej teje që ishte pjesë e Otstone, sepse na e bane arkiven, na e bane zemrën, na e bane bibliotekën, ta na i ki bëma të bukura, kështu që faleminderit. Faleminderit nga zemra. Dhe si që thame, sot kishim një djalë malësiet, sepse na shqiptarët e thame edhe një herë, ne na kanë nda me kufi, por s'kanë mujtë me na nda kur me zemër, edhe na do të vazhdojmë, ndoshta edhe pak me kenda me kufi, por gjithmonë dhe t'jena një zemër e madhe dhe e fortë. Për gjithë ju shikuesit, mundi me komuniku me zotin profesor doktor Pashku Camaj edhe nëpërmjet Facebookut, dhe mundeni me gjetë edhe informacionin për librin. Në Alb Libris. Po mundesh ndoshta edhe me ja thonë edhe një herë shikuesve. Edhe një herë dona me ditë se ku mund ta marrë librin. Të dy libra, ndoshta. Pra duhet edhe një herë para se të përfundojmë, duket? Jo vetëm librin tim, por edhe librat më cilësor, se janë nga Shqipëria, nga bota shqip, se ka edhe libra të shkrimtarëve botëror që janë përkthyer. T'i gjeni në alblibris.al ose AL, që është një website i krijuar posaçe për njerëzit që duan ta blejnë librin shqip në Amerikë, me një klikim, 2-3 klikime, kërkon të shikoni menun dhe të gjeni autorin ose titullin që ju e preferoni. Natyrisht e paguani një çmim normal, modest krahas me sa do të kushtonte ta bjen një libër nga Shqipëria. Dhe libri vjen brenda 3-4 ditësh në shtëpi.
Shumë libër, 5 libra, 10 libra, sa të doni. Dhe kjo është diçka që besoj për lexuesit shqiptar është një mungesë që ne me këtë e kem plotësuar, kem mundësuar dhe jo për duhet ta them se dikush mendon se kem bën për profite se nuk ka. Ato shpime janë aq simbolike. Por janë vetëm më tepër të mbulojnë shpenzimet, por çka i është se libri është lidhja shpirtërore me gjeni me çka jemi. Dhe kjo ne na mundson që libri të lexohet, të jetë libri pjesë e jetës atyre të cilët e duan ta lexojnë dhe ta kenë lehtë ta marrin, sepse na jetojmë në botë kur edhe kafen na bjen me Amazon të shkruajmë. Pse jo me libër të Kadares të Martin Samaj po llojtimin të pashku tash pasi. Edhe do thosha jo vetëm për vete ti blejm librat, sepse libri është gjithashtu edhe dhurata më e bukur që mund t'i dhurosh dikujt. Bukur se ta blesh një libër t'ia dhurosh dikujt, edhe besoj që kjo mundson dhe alblibri.al është një platformë jashtëzakonshme që mundson të gjithë vëllë. Faleminderit që ndave edhe me ne se edhe unë nuk e disha që ajo website ekzistonte, kështu që shumë faleminderit. Nëse keni pyetje tjera për këtë gjë, mundeni me na kontaktu edhe më t'ju ndihmojmë. Edhe mundena me thon lirshëm se nëse mundena me thon se sa keni në tonë botën, po se ishim edhe kaq shumë shqiptar në Amerikë. Është e pabesueshme në bazë të aty në numrave domethënë që shohim, jena rreth thashë nuk e di mundën me kanë se nuk është se ti identifikojnë me emna, por rreth 900.000 që i shohim prej Amerikët. Java e parë që ishte Alblibris live, kemi pas rreth 40 orders dhe shumica kanë qenë jashtë New Yorkut, në Hawaii, në Alaska, në Florida, në Minnesota, në Michigan, Florida, Pennsylvania, në shumë vende, domethënë disa shtete që kemi shqiptar. Gjithmonë në botën amerikane dhe kjo është një gjë e mrekullueshme. Zoti Samaj në emrin tim personal, në emrin e Odds, falenderoj jo vetëm për ardhjen këtu te na, por për kontributin që killan ka shumë vite për çështjen shqiptare në mënyrën tënde intelektuale, në mënyrën tënde më njerëzore që njerëzit jo vetëm që janë krenar me ju, por dhe të marrin shembull. Edhe një herë faleminderit që keni ardhur në Oda Podcast. Faleminderit, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë dhe mirupafshim. Mirupafshim.